të nderuar dhe shumë të respektuar banor të komunës së Vrapçishtit, të nderuar antar dhe simpatizant të Bashkimit Demokratik për Integrim, të nderuar funksionar të lartë të pushtetit qendror të Bashkimit Demokratik për Integrim, të dashur prind, shumë të respektuara familje të dëshmorëve, veteran të ushtrisë shkrimtare kombëtare, bashkëveprimtar, të nderuar, të punësuar në të gjitha institucionet në komunë dhe jashtë komunës. I nderuari kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim, Zoti Ali Ahmeti. Më lejoni që në këtë tubim parazgjedhor, të cilin prania juaj dhe prania e liderit ton vërtet e bën madhështor, përpara jush të shpalos të arriturat e administratës komunale, të arriturat e komunës së Vrapçishtit për vitin 2009-2013. Me tërë kapacitetin ton, u vum që të komunë të ngrisim efikasitetin apo stabilitetin financiar dhe me njerë edhe me ndihmën e pushtetit qendror e kaluam në fazën e dytë të decentralizimit dhe kësaj komune ju hap shtegu që të mund të barazohet me komunat tjera. E rëndësishme ishtë që komuna që në ditët e para u bë institucion i hapur për të gjithë qytetarët pa dallim, kombi, feje, përkatësie politike, apo edhe atyre të cilët në mënyrat ndryshme nuk dalin të shfrytëzojnë drejtën e votës. Në 4 vitet e kaluara, unë dhe bashkëpunëtorët e mi në komunë arritëm të konsolidojmë dhe të rrisim efikasitetin e administratës komunale, me të cilët me punë të palodhshme realizuam projekte me interes vital në përmirësimin e kushteve dhe kërkesave të qytetarëve të komunës së Vrapçishtit. Me siguri se nuk i mbaruam krejt, mirë po, të nderuar të pranishëm, gjatë këtyre 4 viteve ndërtuam 12 rrugë lokale në territor të komunës së Vrapçishtit, me sipërfaqe 15.000 metra katror me vlerë prej 9 milion denarësh. Sanuam rrugën regionale prej Gradeci deri në Zubovc. Sanuam rrugët lidhse në vendbanimet tona, të cilat edhe i pastruam anash nga materialet ndërtimore të hedhura me vite. Bëm rekonstruimin e rjetëve të ujësjellësit në fshatin Vrapçisht, një pjesë të këtij sistemi. Bëm rekonstruimin e ujësjellësit edhe të fshatit Dobridol, aty ku kish më shumë nevojë. Filloi ndërtimi i filtrastacionit për ujë për pije me përkraje të Ministrisë së Ambientit Jetësor dhe Buxhet Komunal. Filluam realizimin e projekteve për rindërtim, realizuam një pjesë të projekteve të kanalizimit fekal, edhe pse kërkohet edhe më tuqet të vazhdojnë këta projekte. Të nderuar të pranishëm, më lejoni që në sferën e arsimit patëm një koncentrim më të mirë, për shkak se kjo sferë është edhe vlera më e madhe e kombit. Me rini të arsimuar, ne besojmë dhe mendojmë se do të arrijmë shumë përpara se sa që ishim më herët. Në sferën e arsimit, ne ngritëm kualitetin e arsimtarëve dhe në një lloj mënyre zgjodhëm ata më të merituar, edhe pse kemi shumë të diplomuar të cilët presin që të kyçen në këtë sferë. Të nderuar, ngritëm edhe kushtet e këtyre shkollave fillore, si dhe themeluam shkollën e mesme, e cila shkollë mban emrin e dëshmorit të kombit Naser Ademi, edhe pse ka skeptik të ndryshëm. Në këtë drejtim, rekonstruam një pjesë të shkollës fillore të Sali Lisi, rekonstruam një pjesë të shkollës fillore Mehmet Deralla, instaluam nxemje qendrore në shkollën fillore të fshatit Toplic, furnizuam shkollën fillore të fshatit Vrapçisht me inventar dhe gjithë kjo u bë në bashkëpunim
me ambasadat norvegjeze, zvicrane dhe organizatën TIKA. Bëm investime në shkollat periferike edhe pse mbetet shumë punë që këto shkollat të kenë kushte edhe më të mira. Të nderuar dhe të respektuar të pranishëm, në bashkëpunim me pushtetin qendror, ndërtuam 2 objekte sportive, një të hapur dhe një të mbyllur, me vlerë prej 1 milion euro. Jam thellë i bindur se këto objekte sportive stimuluan rinin që të bëjnë shtypje edhe më të madhe, që të ndërtohen edhe 3 salla sportive në nivel të komunës tonë, në të gjitha shkollat qendrore në komunën tonë, si në shkollën fillore Vrapqish, shkollën fillore Dobridol dhe shkollën fillore Gradec. Dhe rinia këte do të vazhdoj të kërkoj me këmbgulje nga ne. Urbanizuam disa fshatra, përfundoi plani urbanistik i fshatit Dobridol, shumë shpejt do të përfundon plani urbanistik i fshatit Vrapqish, shumë shpejt dhe shumë afër është përfundimi i planit urbanistik për zonën industriale prej në hyrje ka Gostivari deri në dalje me komunën e Bogovinës, plan urbanistik i cili më jep shpresë të madhe për investime të huaja dhe të jashtme. Në këtë zonë industriale veç më rezultate duken. Në vitin 2009-2013 në zonën industriale janë ndërtuar mbi 12 objekte afariste dhe presim që edhe 5 investime të tjera të bëhen për këtë vit. Jemi në fazën përfundimtare të planeve urbanistike lokale të ngritura nga investitor privat, si që është Bunar Petroli, si që janë edhe disa të tjerë të cilët me kapacitetet e tyre kanë shpreh vullnet dhe dëshirë që të investojnë në teritorin tonë. Të nderuar të pranishëm, është në fazën e fillimit qendra grumbulluese për produkte bujqësore, ashtu quajtur Agroberza, investim nga Republika e Turqis, e cila Agroberz do tjetë qendër grumbulluese rajonale prej Zheline deri në Kërçov. Andaj, kjo më bën që në sferën e bujqësisë njerëzit të kenë pikë grumbulluese ku edhe do të dorëzojnë të gjitha të prodhuarat e tyre. Në sferën kulturore dhe historike, është e rëndësishme të potencohet se ne nuk ndetëm duar kryq në bashkëpunim me banor të komunës sonë, me afarist të fshatit Gradec, bashkëluftar, veprimtar, veteran të arsimit, arritëm që në fshatin Gradec të organizojmë tubimin qendror për 99 vjetorin e pavarësimit të shtetit shqiptar, të ngrisim lapidarin e 160 dëshmorëve të masakrës sërbe në këtë fshat, arritëm që me bashkëpunëtor, me afarist, me dashamir të historisë, të ngrisim përmendoren e Mehmet Pash Derallës. Për këtë mandat, planifikojmë që të ngrisim edhe lapidar për të rënët e viteve 45 në fshatin Vrapqish, të rënët nga pjesa e Kërçovës apo nga fshati Zajas, ku në bashkëpunim me këshilltarët do të gjejmë lokacionin dhe do të ngrisim një lapidar për këta dëshmor të cilët me vite kanë qenë të haruar. Në këtë sferë patëm përkraje të madhe dhe nga kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim, i cili dha edhe kontribut përkrahas në të gjitha sferat, si atë moral, financiar dhe të tjerë. Në bashkëpunim me afarist të Gradecit, po ashtu arritëm që të ngrisim disa problematika rreth rregullimit të oborit të shkollës, rreth pastrimit të rrugëve, dhe kjo më stimulon që ne me të gjitha projekte në të ardhmen të jemi në vazhdimsi në kontakt me qytetarët. Në mënyrë madhështore, festuam 100 vjetorin e pavarësisë shtetit shqiptar me nxënës, student dhe të ri, të cilët bën karvanin e 100 vjetorit në territor të komunës sonë. Vizituam për 4 vite të gjitha manifestimet kulturore, u përkullëm para të gjithë dëshmorëve të kombit, që në Likov, Karadak, Strug, Kërçov e deri në Prekas. Andaj, të nderuar të pranishëm, BDI-ja në këto zgjedhje del para jush me program të qartë për të përmirësuar kushtet për jetesë në komunat tona,
dhe këte e dëshmon programi zgjedhor i përpiluar nga Udhëheqësia e Bashkimit Demokratik për Integrim në kontakte me të gjithë kryetarët e komunave dhe me të gjithë aktivin politik. Në këto zgjedhje, kërkojmë besimin tuaj, të udhëheqim me komunën e Vrapçishtit edhe 4 vitet e ardhshme, me çka do të vazhdojnë projektet që janë në vazhdimsi. Në 4 vite, ne me administratën komunale, me këshillin e komunës, planifikojmë infrastrukturë moderne edhe atë me rrugë të reja, në gjitha vendbanimet e komunës, me përkraje edhe të pushtetit qendror edhe buxhetit komunal. Kjo mund të vërtetohet nga nisja e punimeve të bankës botërore, do të thënë ku vlen të theksohet që në fshatin Gradec do të ndërtohet rruga prej 600 metra, në fshatin Sanakos prej 600 metra gjatësi, në fshatin Negotin do të vazhdohet rruga prej 1 kilometër, në fshatin Dobridol po ashtu me gjatësi prej 1 kilometër, në fshatin Toplic në gjatësi prej 500 metre dhe në fshatin Vrapçisht Debresh në gjatësi prej 1.5 kilometre. Për këtë qëllim, dhe kjo vlerë e këtyre rrugëve arrin shumën me mbi 550.000 euro. Të nderuar, planifikojmë rikonstruimin e rrugëve të gjitha vendbanimeve malore. Këta fshatra duhet përmisuar kushtet që të vazhdojnë të jenë të populluara për shkak se edhe fshatat e malësis kanë vlerën e tyre dhe kanë njerëz të cilët janë të devotshëm për kombin. Të nderuar të pranishëm, do të vazhdojmë me ndërtimin e filtersacionit që brenda vitit 2013 edhe të përfundoj. Për fshatin Vrapçisht, Zubovc dhe Gallat, do të vazhdojmë me ndërtimin e rrjeteve të kanalizimit për fshatin Vrapçisht dhe Dobridol, si dhe do të hartojmë projekte dhe dokumentacione për vendbanimet që nuk kanë kështu projekte. Sallat e ndërtuara me kushte evropiane, salla e ndërtuar, do të thënë ngriti kërkesa të mëdha nga të rinjt dhe ne po ashtu do të kërkojmë nga Ministria e Arsimit që të përshpejtojë procedurat e ndërtimit të 3 sallave në nivel të komunës sonë. Do të vazhdojmë renovimin dhe rekonstruimin e objekteve shkollore edhe atë me theks të veçantë atyre periferike me efikasitet energjetik të eliminojmë nxemjen klasike në këto shkolla. Rekonstruimin e ndriçimit publik me partneritet privato-publik, këte disa komuna arritën të bëjnë më shpejt dhe ne do të kërkojmë modelin e tyre dhe do të bëjmë në këto 4 vite. Do të vazhdojmë për shpejtimin e ndërtimit agroberzës që të hapet sa më shpejt dhe bujqit të kenë vend ku t'i destinojnë prodhimet e tyre. Do të hapet zyrë e Ministrisë së Bujqësisë në komunën tonë, gjë e cila është më se nevojshme. Do të përshpejtojmë ndërtimin e sistemit për ujitje dhe furnizim me ujë teknik të objekteve afariste, sistemi ashtu quajtur Raven Reçic për ujitjen e Pollogut të Epërm. Dhe këte besoj se me përkraje të pushtetit qendror do të bëhet këto 5 vite dhe do të jetë në funksion të këtyre komunave, siç është komuna e Vrapçishtit, Bogovinës dhe të tjerat. I nderuari kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim, të nderuar të pranishëm, shumë të respektuar qytetarë të komunës së Vrapçishtit. Motoja e Bashkimit Demokratik për Integrim për këto zgjedhje është bashkë ndërtojmë. Andaj, juftoj që në mënyrë dinjitoze, ashtu si që keni qenë për këto 4 vite të urtë, ashtu si që keni qenë për 4 vite me radhë të qetë dhe pa frikë, pa presione, pa shantazhe të ndryshme nga administratat e ndryshme, që më 24 mars, masovikisht, me dignitet, të dilni, të shfrytëzoni të drejtën tuaj për të votuar, të vullosni politikat e drejta që i trason Bashkimi Demokratik për Integrim në udhëheqjen e liderit ton, Zotit Ali Ahmeti. Miru pafshim në 24 mars.